Përmbytjet kanë goditur rënd familjen Mustafa në Hasanbek. Ata humbën më të moshuarin dhe më të riun e familjes. Ferret Mustafës uji mori babain dhe djalin 2 vjeç, të cilin e kishte pas 2 vajzave. Fillim amushën ajo soba ku kanë nejtë fëmijët, po Haxhia me atë mendimet e veta, me atë mundësitë e veta se akon edhe ai smut, ka pas me diabet akon, edhe i ka marrën i ka nda fëmijët, di më një kauç i ka vënue, di më një, se ai uji i ka ngrit kauçat nalt. Djalin teme ka pas në krah, se aja është më i vogël, akon 2 vjeçar, edhe ka mujt me mlu ujë në kauç më kanë hunsht, e ka mujt në krah kështone. Edhe tani, qështu më kanë kallëzu këtone, sa e kanë pa këtone, tani tha, pi ujit madh e ka vëzon, e ka marrë Haxhia në ujë. Edhe tani, ai me tentimin atina të qohë në kom, ja ka marrë edhe djalin në ujë. Nuk di mendimi i Haxhias sa kanë në qëllimisht që ta maje sa më nalt djalin. Se që ta e kam pas kejtu në skam që të djalin. Kër i pash mi qerë, pak u lirova, po momentin që ma kallëzun lajme që të ka dik baba edhe djali, nuk di, do të më konë do një poet, për me di dhe një fjalë me spjegu se qishe kam përjetu atë ditë. Familja Mustafa përkrye shëndosh pret tek familjarët e tij në Hasanbek, të cilët fatmirësisht nuk janë goditur nga vala e ujit që solli vërshimet e papara në Hasanbek e rrethin. Ndihma në konakun e mbetur të kësaj familjeje nuk ka arritur, thon ata. Një javë pasi e gjithë zona u godit nga moti i lig, shtëpia e tyre vazhdon të mbetet e paprekur nga dora e njeriut. Gjithçka që kishin brenda u shkoi dëm. Vëllai i Ferretit, Xhemaili, që kishte ardhur në pushime nga Zvicra, thot se fëmijët e tij kishin përjetuar të merrt gjatë asaj nate. Kanë trauma fëmija, me të vërtet kanë trauma, nuk flenë, na para dive asnjë natë që ne më gjumë me fletë, se kanë frikë, thëjnë po vjen uji, po vjen ajo, po vjen kjo. Pësh më shirën e Zotit jena, që ajësit në mbroje se pi që të kërkuj deri tash s'kena sen. Familja Mustafa thot se të ketë investuar 20 vjet në pronën që a shkatruan vërshimet të shtunën e kaluar. Ata shfaqen skeptik se do të marrin ndihmat e premtuara nga qeveria në formë avansi. Sipas tyre, askush nuk u ka trokitur në derë për t'u dhënë ndihma, qoftë në ushqim apo edhe në para, si që reklamoi qeveria. Të pamat për krye shëndosh do t'i mbyllën të dielen dhe prej asaj dite duan të shpërngullen gjithiju, me që prona si e pabanueshme, po paraqet rrezik për shëndetjen e tyre.